Një ngjarje e rëndë është shënuar gjatë orëve të para të mëngjesit në qytetin e Bulqizës, ku një banesë e një pallat në lagjen e vjetër është përfshirë nga flakët, duke shkaktuar një viktimë. Sipas informacioneve, mësohet se viktima e këtij zjarri është shtetasi i identifikuar si Xhevdet Sara, 80 vjeç. Ndër të tjera, nga informacionet mësohet se kanë qenë fqinjët, ata të cilët e kanë pikasur tymin e zjarrit që po depërtonte nga dritaret, të cilët kanë njoftuar më pas zjarfiksen, e cila ka shkuar menjëherë në vend ngjarje për të bërë të mundur fikjen e flakëve të zjarrit. Zjarfiksit kanë bërë të mundur nxjerrjen e të moshuarit nga banesa, i cili ishte në gjendje të rëndë, duke e dërguar drejt spitalit të Bulqizës, por fatkeqësisht 80 vjeçari Xhevdet Sara nuk ka mundur dot të mbijetojë plagëve. Ende nuk dihen shkaqet e rënjes së këtij zjarri. Paraprakisht, autoritetet dyshojnë se shkak mund të jetë bërë një shkëndijë elektrike.